Kryeministri Edi Rama ka reaguar ashpër ndaj kërkesës së gjyqtarëve për rritje të pagave. Përmes një postimi në X, Rama e vlerëson unikale kërkesën e tyre për të caktuar vetë pagat, sipas tij e pa dëgjuar dhe e pa njohur në historinë e shteteve. Por për krehun e qeverisë, një gjë e tillë ka ndodhur në Shqipëri në vitin 2022, kur Unioni i Gjyqtarëve u drejtuar gjykatës kushtetuese që paga bazë e gjyqtarëve të ekuivalohej ose me pagën bazë të drejtorit të departamentit të kryeministrisë, ose me 1% të pagës së presidentit, sipas dëshirës së gjyqtarëve. Gjykata kushtetuese e pranoi kërkesën me një shurdhërim mbreslënse ndaj argumentave të kundërshtimit të fortë të qeverisë si palë në gjyq, duke garantuar një pagë bazë të lidhur prej 156.000 lekësh. Mirëpo kjo ndërhyrje skandaloze e gjyqësorit në kompetencat e ekzekutivit, me sa duket i ka shijuar Unionit aq shumë sa pas rritjes së pagave të administratës në maj të vitit 2023, Unioni i Gjyqtarëve tani rikërkon përsëri nga gjykata rritjen e pagave të gjyqtarëve. Këtë herë Unioni kërkon që paga bazë të lidhet vetëm me pagën bazë të drejtorit të departamentit në kryeministri dhe kërkon sërish ndryshimin e ligjit. Sipas leximit që kreu i qeverisë bën kërkesës së gjyqtarëve, shprehet se ajo vjen pas vendimit të qeverisë për rritje të pagës së administratës publike. Domethënë, ky Unioni e kuptoka si një privilegj të përjetshëm faktin që për ta mbështetur pavarësinë e gjyqësorit dhe fuqizuar gjykatësit e dal nga vetingu, ne me reformën në drejtësi i rritëm pagat e sistemit të drejtësisë menjëherë sa për 10 vjet, 20 vjet, duke e thyer me vetdije piramidën e pagave të Republikës së Shqipërisë. Pra, sipas Unionit, kjo republikë do të jetë përjetësisht e vetmja në botë ku gjykatësit nuk do ta lejojnë ngjitjen e piramidës së thyer të pagave, sepse ndryshe nga gjithë bota, në Shqipëri, pagat e tyre nuk do rriten me qeveri e parlament, por me gjyq. Kryeministri mbyll reagimin e tij duke uruar që shakaja e hidhur e gjykatës kushtetuese herën e parë, e cila u pranua në heshtje si një lajthitje që duhet kapërdir për hir të respektit, të mos përsëritet, sepse siç shkruan, heshtja ndaj çdo abuzimi me mbështetjen për drejtësinë nuk është më një opsion për mazhorancën socialiste.